Grupi ČEZ rrezikon një humbje prej 200 milionë euro në investimin e ndështuar në Shqipëri. Ky është titulli i artikullit të botuar nga giganti mediatik amerikan për ekonominë dhe biznesin Bloomberg. Në faqen zyrtare në rrjet, raportohet se grupi më i madh çek i prodhimit të energjisë rrezikon një humbje katastrofale prej 200 milionë euro pas heqjes së licencës nga ana e endit rregullator të energjisë. Drejtues të lartë të kompanisë në Çeki shprehen për Bloomberg se kompania në Shqipëri në 3 vitet e saj ka investuar 90 deri në 100 milionë euro dhe totali arrin në 200 milion nëse merret parasysh edhe vlera e paguar për privatizimin e sektorit të shpërndarjes për 102 milionë euro. Aktualisht grupi ČEZ kërkon tërheqjen e garancisë prej 60 milionë euro të vendosur nga Banka Botërore para se kompania çeke të merrte në duar menaxhimin e ish operatorit të sistemit të shpërndarjes. Enti rregullatori i energjisë mori vendim për heqjen e licencës pas thuajse një vit konfliktesh mbi përcaktimin e tarifave të faturimit dhe shlyerjes së detyrimeve nga entet publike. ČEZ pretendon se enti rregullatori i energjisë ka rritur çmimet dhe faturat e ČEZ për korporatën elektroenergjetike shqiptare dhe operatorin e sistemit të transmetimit, pa lejuar kompaninë çeke të pasqyrojë këtë rritje në tarifat e konsumatorëve final. ČEZ paralajmëron arbitrazhin ndërkombëtar si një masë e fundit për të shpëtuar diçka nga investimi i dështuar në Shqipëri. Gjatë paraditës së sotme, aksionet e kompanisë ČEZ ranë me 0.9% në bursa ndërkombëtare, ndërsa për gjatë gjithë vitit kanë humbur një vlerë prej 5.8%. Kompania planifikon shitjen e 76% të aksioneve që ka në Shqipëri, ndërsa në datë 28 shkurt do të paraqitet bilanci i kompanisë për vitin që lan pas. Ndërkohë, ky veprim i grupit me qendër në Prag cilësohet i palishëm nga qeveria shqiptare dhe enti rregullatori i energjisë.